Një ditë më parë në lagjen Savër të rajonit numër 5 të qytetit të Lushnjës u inaugurua qendra komunitare e cila ndodhet në brendësi të kësaj lagje, duke u rikonstruktuar totalisht ambientet e saj, të cilat prej vitesh ishin në harres të plot. Sot këto ambiente janë kthyer në ambiente të rikonstruktuara, duke ja kthyer atë komunitetit rom që jeton në këtë lagje në afërsi të qytetit të Lushnjës. Ky është një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes dhe fuqizimit të grupeve në nevojë dhe integrimit social të gjitha shtresave të shoqërisë. Në këtë ditë të inaugurimit, merrte pjesë edhe kryebashkiakja e Lushnjës, zonja Riselda Sefa, së bashku me zonjën Entela Lako, përfaqësuese e UNDP Shqipëri, dhe zoti Blerdar Taho, drejtuesi i IRCA, të cilët nënvizuan rëndësinë e bashkëpunimit mes të gjithë aktorëve të institucioneve për të garantuar aksesin në shërbime të integruara për gratë dhe vajzat nga grupet vulnerabël në këtë zonë. Aktiviteti i zhvilluar një ditë më parë është pjesë e projektit Integrimi Social dhe forcimi i kapaciteteve të qendrës komunitare Savër, mbështetur financiarisht nga projekti UNDP-s, programi përbashkët i OKB-s në bashkëpunim me Bashkinë Lushnja.